kur është një dhimbje, ta themi alarmante, që na duhet me orë me kërku ndihmë, pa marrë një medikament për me qetësu dhimbjen? Dhimbja e barkut është një kapitull shumë i madh, për cilën mundemi me fol me orë të tana. Po për shkak të specifikës që ju e specifikut në lidhje me gurën në tëmbët. Gurën në tëmbët dhe subspecialitetit që unë kam, atër do të përqendrohemi kryesisht tek simptomat dhe llojet e dhimbjeve që jep ky problem. Dhimbjet e barkut perceptohen ndoshta ndryshe prej pacientëve të ndryshëm. Ka pacient që dhimbjet i durojnë shumë, ka pacient që dhimbjet nuk i durojnë as pak. Ajo që është shumë e rëndësishme me u përmend, duhet me u përmend, ose më saktë, duhemi me u mundu me eduku pjesën e përgjithshme të popullit dhe të pacientëve, njerëzve që nuk kanë të bëjnë me mjekësinë, se si duhet me identifiku një problem i cili potencialisht mundet me u lidh me gurdënizë dhe komplikimet e saj. Idhza dhe sistemi jonë trec duke fillu prej gojës, edhe pastaj komplet sistemi i tretjes që vazhdon me luktin, me zorën e hollë, zorët e holla, zorën e trash dhe përfundon pastaj në pjesën e anusit, kanë problemet ndryshme. Dhe si rrjedhim i kësaj kanë dhe simptomatologji të ndryshme, varësisht prej pozicionimit në trup.